A e dini se çdo ditë trupi ynë lufton kundër mijëra toksinave të dëmshme? Nga ajri që thithim deri te ushqimi që konsumojmë, jemi të rrethuar nga substancat që mund të dëmtojnë shëndetin ton. Por ja lajmi i mirë. Natyra na ka dhuruar armët më të fuqishme për të luftuar këto toksina, dhe ato gjenden në kuzhinën tuaj. Sot do të zbulojmë sekretet e pijeve më të fuqishme detoksifikuese, që jo vetëm që do t'ju ndihmojnë të pastroni trupin, por do t'ju japin edhe energji të reja dhe do t'ju bëjnë të ndiheni si të rigjallëruar. Këto nuk janë thjesht receta, janë formula të vërteta magjike që kanë qenë të fshehura në traditën popullore për shekuj me radhë. Nëse keni ndjerë lodhje të vazhdueshme, probleme me tretjen, ose thjesht dëshironi të filloni një jetë më të shëndetshme, atëherë ky video është pikërisht për ju. Rini deri në fund, sepse pija e fundit që do të përmendin është aq e fuqishme sa që mjekët e quajnë eliksirin e rinisë. Pse detoksifikimi është i domosdoshëm? Në botën moderne, jemi të ekspozuar ndaj më shumë toksinave se kur më parë në historinë e njerëzimit. Pesticidet në ushqim, kimikatet në produktet e pastrimit, ndotja e ajrit, stresi kronik, të gjitha këto krijojnë një ngarkesë toksike që trupi ynë përpiqet të menaxhojë çdo ditë. Mëlçia, veshkat, mushkrit dhe lëkura janë organet kryesore të detoksifikimit, por ndonjëherë ato kanë nevojë për ndihmë. Kur sistemi ynë i detoksifikimit është i mbi ngarkuar, fillojmë të përjetojmë simptoma si lodhje, dhimbje koke, probleme me lëkurën, fryrje dhe madje edhe depresion. Këtu vijnë në lojë pijet detoksifikuese. Ato nuk janë thjesht një modë kalimtare, janë një mënyrë shkencërisht e provuar për të mbështetur proceset natyrale të pastrimit të trupit. Studimet kanë treguar se përbërësit të caktuar mund të stimulojnë prodhimin e enzimave detoksifikuese, të përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe të ndihmojnë në eliminimin e toksinave përmes sistemit limfatik. Por kujdes! Jo të gjitha pijet e ashtu quajtura detox janë të barabarta. Shumë nga ato që shihen në treg janë plot sheqer dhe përbërës artificial që në fakt mund të dëmtojnë më shumë se sa të ndihmojnë. Pijet që do t'ju prezantoj sot janë të bazuara në përbërës natyral që kanë qenë të provuar gjatë mijëra vitesh. Ujë me limon dhe xhenxhefil. Le të fillojmë me mbretëreshën e pijeve detoksifikuese. Kombinimin e ujit me limon dhe xhenxhefil. Kjo pije e thjesht por e fuqishme ka aftësinë të transformojë shëndetin tuaj në mënyra që nuk i imagjinoni dot. Limoni është një burim i pasur i vitaminës C, i cili është një antioksidant i fuqishëm që lufton radikalet e lira. Por çfarë e bën limonin vërtet special? Është përmbajtja e tij e citrateve që ndihmojnë në pastrimin e veshkave dhe parandalimin e gurëve të veshkave. Aciditeti natyral i limonit stimulon gjithashtu prodhimin e safës, duke ndihmuar mëlçin në përpunimin e hyndyrnave dhe eliminimin e toksinave. Xhenxhefili, nga ana tjetër, është një super ushqim i vërtet. Përbërësi aktiv i tij, xhinxheroli, ka veti të fuqishme anti-inflamatore dhe antioksidante. Xhenxhefili përmirëson tretjen, stimulon qarkullimin dhe ka aftësi të shkëlqyera për të nxitur djersitjen, një nga mënyrat natyrale të trupit për të eliminuar toksinat. Për të përgatitur këtë pije magjike, ju nevojiten vetëm disa përbërës të thjeshtë: ujë i ngrohtë, lëngu gjysmë limoni dhe një copë xhenxhefili të freskët të grirë. Pini këtë pije në mëngjes me stomak bosh për rezultate maksimale. Brenda një jave, do të vini re ndryshime të dukshme në energjinë tuaj dhe në mënyrën se si ndiheni. Çaji jeshil me mente. Çaji jeshil është një nga pijet më të studiuara në botë, dhe me të drejtë. Ai përmban katekinat fuqishme, veçanërisht EGCG, epigalokatekin galate, të cilat janë antioksidant jashtëzakonisht të fuqishëm, që mbrojnë qelizat nga dëmtimi dhe mbështesin funksionin e mëlçisë. Por çfarë e bën këtë kombinim edhe më special? Është shtesa e mentes. Menta ka veti antispazmodike që çlodh muskujt e aparatit tretës, përmirëson tretjen dhe ndihmon në lehtësimin e fryrjes. Ajo gjithashtu përmban mentol, i cili ka efekte freskuese dhe stimuluese për sistemin nervor. Studimet kanë treguar se konsumi i rregullt i çajit jeshil mund të rrisë metabolizmin me deri në 4%, gjë që nënkupton se trupi juaj do të djegë më shumë kalori edhe në pushim. Kjo është veçanërisht e dobishme gjatë procesit të detoksifikimit, pasi një metabolizëm i shpejt nënkupton eliminim më efikas të toksinave. Për të përgatitur këtë pije,
Vendosni një lugë çaji jeshil dhe disa gjethe mente të freskëta në një filçan. Shtoni ujë të valuar, jo shumë i nxehtë që të mos djeg gjethet, dhe lëreni të qëndrojë për 3 deri në 5 minuta. Mund ta pini 2 deri në 3 herë në ditë, por shmangni konsumimin e vonë në mbrëmje për shkak të kafeinës. Lëngu i hudrës dhe mjaltit. Kjo kombinim mund t'ju duket i çuditshëm në fillim, por është një nga pijet më të fuqishme detoksifikuese që mund të gjeni. Hudra përmban alicin, një përbërës që ka veti të shkëlqyera antibakteriale, antivirale dhe antifungale. Ajo gjithashtu stimulon prodhimin e glutationit, një nga antioksidantët më të rëndësishëm natyral të trupit. Mjalta, veçanërisht ajo e papërpunuar, është një burim i pasur i enzimave, vitaminave dhe mineraleve. Ajo ka veti antibakteriale natyrale dhe ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Kombinimi i hudrës me mjaltin krijon një sinergjizëm që është vërtet i jashtëzakonshëm për shëndetin. Për ta përgatitur këtë pije, coptoni një dhëmb hudre dhe lëreni të qëndrojë për 10 minuta. Kjo lejon formimin e alicinit. Pastaj shtoni një lugë çaji mjalt dhe një gotë ujë të ngrohtë. Përzijeni mirë dhe pije menjëherë. Kjo pije është veçanërisht e dobishme gjatë sezonit të ftohjes dhe gripit. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm nëse keni probleme me stomakun, pasi hudra mund të jetë irrituese për disa persona. Filloni me sasi të vogla dhe rritini gradualisht. Uji me kastravec dhe mente. Kastraveci është heroi i heshtur i botës së detoksifikimit. Ai përmban 96% ujë, gjë që e bën një mënyrë të shkëlqyer për të mbajtur trupin të hidratuar. Por gjithashtu përmban silicium, i cili është i rëndësishëm për shëndetin e lëkurës, flokëve dhe thonjve. Kastraveci ka gjithashtu veti diuretike të buta, që do të thotë se ndihmon veshkat të eliminojnë më efikasisht mbeturinat dhe toksinat. Ai përmban antioksidant si beta-karoten, manganez dhe vitamina C, të cilat luftojnë inflamacionin dhe mbrojnë qelizat nga dëmtimi. Kur kombinohet me mentën, ky ujë i aromatizuar bëhet një pije e përkryer për të përditshme. Menta jo vetëm që i jep një shije të freskët, por gjithashtu ndihmon në tretje dhe ka efekte të shlodhëse në sistem. Për ta përgatitur këtë pije, preni një kastravec të mesëm dhe shtoni disa gjethe mente të freskëta në 1 litër ujë. Lëreni të qëndrojë në frigorifer për të paftën 2 orë, por më mirë gjatë natës. Pini këtë ujë gjatë gjithë ditës për të mbajtur trupin të hidratuar dhe për të mbështetur proceset e detoksifikimit. Çaji i dandelionit. Dandelioni ose radeqa e verdhë, siç njihet në shqip, është një nga bimët më të nënvlerësuara por më të fuqishme detoksifikuese. Çdo pjesë e kësaj bime, nga rrënjët deri te gjethet, është e mbushur me përbërës aktiv që mbështesin shëndetin e mbëlqisë dhe veshkave. Rrënja e dandelionit përmban inulin, një fibër prebiotike që ushqen bakteret e dobishme në zor dhe përmirëson shëndetin tretës. Ajo gjithashtu përmban taraksacin, një përbërës i hidhur që stimulon prodhimin e safrës dhe përmirëson tretjen e ynyrnave. Gjethet e dandelionit janë të pasura me vitamina A, C, E dhe K, si dhe me minerale të rëndësishme si kaliumi, kalciumi dhe hekuri. Ato kanë veti diuretike natyrale që ndihmojnë në eliminimin e mbajtjes së ujit dhe toksinave. Çaji i dandelionit ka një shije pak të hidhur, por pikërisht kjo hidhëri është ajo që e bën të dobishme. Shija e hidhur stimulon receptorët e shijes që nxisin prodhimin e enzimave tretëse dhe safrës. Mund ta blini çajin e dandelionit në farmaci ose dyqane shëndetësore. Ose nëse keni dandelion të freskët, siguroni që nuk është trajtuar me pesticide, mund të përgatitni çajin tuaj. Pini një filxhan në mëngjes dhe një në mbrëmje për rezultate optimale. Smoothie me spinaq dhe moll. Smoothie-t janë një mënyrë e shkëlqyer për të konsumuar sasi të mëdha lëndësh ushqyese në një formë të lehtë për t'u përthithur. Kombinimi i spinaqit me moll krijon një pije që është njëkohësisht e shijshme dhe jashtëzakonisht e pasur me antioksidant. Spinaqi është një superfood i vërtet. Ai përmban glutation, të cilin shkencëtarët e quajnë mbretin e antioksidantëve. Glutationi është thelbësor për detoksifikimin e mëlçisë dhe mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi oksidativ. Spinaqi gjithashtu përmban klorofil, i cili ndihmon në pastrimin e gjakut dhe mbështet proceset natyrale të detoksifikimit. Mollut janë të mbushura me fibra, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e zorës dhe eliminimin e toksinave. Ato gjithashtu përmbajnë pektin, një lloj fibre që lidh metalen e rënda dhe i ndihmon trupit t'i eliminojë ato. Për ta përgatitur këtë smoothie, ju nevojiten 2 grushte spinaq të freskët, 1 moll e prera, gjysma banane për ëmbëlsi natyrale,
lëngu i gjysmë limoni dhe një gotë ujë ose ujë kokosi. Përzjeni të gjitha përbërësit në blender derisa të marrin një konsistencë të lëngshme. Pini këtë smoothie në mëngjes me stomak bosh për absorbime maksimal të lëndëve ushqyese. Është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyer për të filluar ditën me energji dhe vitalitet. Elixiri i rinisë, uji dhe rrush dhe borzilok. Kjo është pija që ju premtova në fillim, ajo që mjekët e quajnë elixirin e rinisë. Kombinimi i ujit me rrush dhe borzilok është një formule fuqishme anti-aging, që jo vetëm që pastron trupin nga toksinat, por gjithashtu lufton plakjen dhe përmirëson shëndetin e përgjithshëm. Rrushi përmban resveratrol, një përbërës i fuqishëm që ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve për vetitë e tij anti-aging. Resveratroli aktivizon gjena të caktuara që janë të lidhura me jetëgjatësinë dhe mbron kundër sëmundjeve kronike. Ai gjithashtu përmban magnez, i cili është i rëndësishëm për më shumë se 300 reaksione biokimike në trup, duke përfshirë ato që janë të lidhura me detoksifikimin. Kur kombinohen, këta dy përbërës krijojnë një sinergjizëm që është vërtet i jashtëzakonshëm. Kjo pije jo vetëm që pastron trupin nga toksinat, por gjithashtu përmirëson elasticitetin e lëkurës, forcën e flokëve dhe energjinë e përgjithshme. Për ta përgatitur, shtoni rrush të kuq, preferohet ajo organik dhe disa gjethe borzilok të freskëta në ujë. Lëreni të qëndrojë për disa orë ose gjatë natës. Pini këtë ujë të aromatizuar gjatë gjithë ditës. Transformimi juaj fillon sot. Tani që i dini sekretet e pijeve më të fuqishme e detoksifikuese, pyetja është: a jeni gati të filloni transformimin tuaj? Këto pije nuk janë thjesht receta, ato janë mjete të fuqishme që mund të ndryshojnë jetën tuaj. Filloni gradualisht. Zgjidhni një ose dy pije që ju pëlqejnë më shumë dhe përfshijini në rutinën tuaj ditore. Brenda një jave do të filloni të vini re ndryshime pozitive. Brenda një muaji, miqtë tuaj do të fillojnë t'ju pyesin se çfarë keni bërë ndryshe. Kujtohuni, detoksifikimi nuk është vetëm për trupin, është edhe për mendjen dhe shpirtin. Kur trupi juaj është i pastër nga toksinat, mendja juaj bëhet më e qartë, humori juaj përmirësohet dhe niveli juaj i energjisë rritet. Por kjo është vetëm fillimi. Nëse dëshironi të mësoni më shumë mënyra për të përmirësuar shëndetin tuaj në mënyrë natyrale, mos harroni të na ndiqni dhe të aktivizoni njoftimet. Kemi shumë sekrete të tjera shëndetësore që duam t'i ndajmë me ju. Mos e lini për nesër atë që mund ta filloni sot. Trupi juaj ju përjet që t'jepni atë që meriton, një shans për t'u pastruar, rinovuar dhe rigjallëruar. Filloni sot dhe brenda pak javësh do të ndiheni si një version i ri dhe i përmirësuar i vetes suaj. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Tani shkoni dhe e filloni transformimin tuaj.